e zgje vërtet edhe thjesht unë përmbajmë të ato fjalë që dëgjoj të bukura. Aq, edhe nuk po mendoj se bëj me stil këto tjera që bën. Këto ulet që bën. Qa ule bona? Flot. Për shembull? Flot. Dhe ato që bëj shpaj. Qa bona shpaj? Ato fjalë që thoshe ndaj meje. Qa thash? Jo kjo, këteja, jo kjo, ndeja, jo kjo, kështu, jo kjo, kështu. Zoti përsëris fare. Për di shumë mirë ti që e bën. Mirë, pa, kam drejtën. Tu brenda jo. Po, ke drejt, kam drejt. Po, së bëna së jashtë. Më kësa të respekti nuk i dua një. Fare, zero, nuk i toleroj. Nuk i toleroj. As nuk si toleroj. I ke nga mu? Po. Nga mua ke vetëm respekt. Ja, zemra, ja, në shfol pa lidhe, se në çdo rast edhe kur u ktheva, edhe kur kena pas atë mënyrën e të folurit. Nga tani që u kthem bashkë. E kam vetëm nga nervat që pse ti me pas atë mungesë. Mirë, nga tani që u kthem bashkë, a ke dëgjuar në një fjalë? Po jo më se është më qenë tërbume, se s'te jo në hapësirë. Jo. Po. Me këto ulet që bën ti të lë, se këtu gati e kam. Po dua. E kupton? Po nuk e bëj. Tani këto fjalë që më ke thonë janë vërtet apo s'janë? Dua ta ndërtoj këtë gjë bi respekt. Gabuam deri tash, ama mos u ndodhi më. Po pra, po pse? Se unë dua, jo si. Unë dua të tallem, edhe vërtet po të shikoj dhe jashtë. Po të shikoj për jashtë, nuk po të shikoj për tu brenda. Po pse si kam po, unë për jashtë, se për këtu mrena nuk më duhesh që nesër dil. Në një marrëdhënie që unë dua për jashtë, do të jetë e themeluar mbi respekt e para e punës. Tani ti po të fjalë që ti kam mësuar unë. Ti më ke mësuar më këtë fjalë, ose më s'kam lindur dje. Po mos më ka thënë gjumë për këtë fjalë, vetëm jam quaj e të kam thonë kujdes. Edhe ngritë njëri tjetrit, edhe të kam thënë dhe gjatë të tjera. Një dorë në tjetrën, të djalla në fytyrën. Unë kështërë si e toj. Metaforë është kjo zemra? Po, metaforë është kjo. Pak më e mirë sa jeti dhe? Pak më e mirë sa jeti dhe. A e ke shpik ti? Jo, kam